Si edukatore, për 6 muaj kam punu në një institucion privat, në Prishtinë. Ka qenë një eksperiencë shumë e mirë e imja dhe një fillim i pjekjes së punës në Arsem. Pastaj prej aty jam pranu si mësimdhënëse klasore, ku për 3 vite kam punuar në shkollën Lëvish Gurakuqi në Sankët, në një fshat të komunës së Drenasit. Mirë po, duke punuar aty, kam studiuar njëkohësisht edhe master të udhëheqjes arsimore, të cilën e kam përfunduar në vitin 2018 dhe me njëherë pas përfundimit, o hap konkursi për drejtoresh në institucione qoftë shkollore dhe në institucionin parashkollor, i cili është i vetmi shtetëror në komunën e Drenasit. Edhe për shkak të studimit edhe që isha adekuate në drejtim, aplikova edhe u pranova si drejtoresh në qerdhen e shtetit, që Ardmëria Drenas. Isha atëherë vetëm 26 vite, mosha ime ishte 26, edhe për mua ka qenë një eksperiencë e jashtëzakonshme. Isha e përgatitur për atë pozitë, por me thonë drejtën, dita dites edhe derisa e përfundova mandatin, ishte një farë pjekje, ishte një farë eksperiencë cilën asnjëherë nuk e harroj. Kam pasur suksese të jashtëzakonshme. Suksesi më i madh mund të them që është vënia kurthemelit të qerdhes së re, e cila tashmë vetëm ka filluar që 2 javë punën aty. Me 15 mars 2021 veç ka fillu ngurthemeli i saj. Është një qerdhe me përmasa europiane që në Kosovë nuk ekziston qerdhe shtetërore të tillë.